Në këtë ditë të bekuar dhe në këtë iftar që po shtojmë sot, kemi dhe i gëzim tjetër që është bashkëngjitur bashkë me ne në këtë ditë, me emër tuaj dhe timin personal, e uroj kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë, e cila ka datëlindjen të bëhet 100 vjeçe. Dhe duke për të shkujgjur se pandaja ne kemi përgatitur dhe një tort për të ditë të shenjtë tënde, që t'jeshe ëmbël, në nëzjesh ajo ligje të ëmbra, për të mirë në njerëzimi. Urdhoni? Jeve ju e veçantë jeni, kështu që kryetari i parlamentit mundet. Me shumë përulësi, falenderit baba. Në fakt ju thash që më skuqet pak se nuk e prisja, po unë përfitoj nga ky rast dhe nga ky urimi juaj për t'i uruar gjithë besimtarëve, gjithë atyre që agjërim të lehtë dhe të pranuar në këtë muaj të madhnueshëm, të kemi më shumë dashuri në zemrat tona, më shumë tolerancë, më shumë paqe, më shumë mirëkuptim dhe t'u vim në ndihmë atyre që më së shumti ka nevojë. Besoj dhe thelbi i këtij muaji është largimi nga të mirat materiale, largimi nga gjërat fizike për t'u lartësuar shpirtërisht dhe për të qëndruar më pranë atyre që më së shumti ka nevojë. Me gjithë zemër, me gjithë shpirt, falenderoj shumë, ju falenderoj dhe ju uroj në këtë muaj të madhnueshëm që ka kaq shumë peshë e kaq shumë simbolik të fortë për gjithë besimtarët, por edhe për gjithë shqiptarët. Tash më ndani tokën se është mira. Marrë qikë në mësira e ditës e zonjës, po edhe në Ramazanit. Atëre të ndëruar, do të urojmë së bashku pa kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë zonë Listës Provali, për të ditën e saj të bashkërisht të kalojmë gëzuar të natë bekuar të muajit të Ramazanit. Ju falenderoj.